Regu sakt që si e ka përjetu, ta manë si klient në këtë rast. Elvan, sa ka ndryshu që kja qasja jote e mbrendshme, ka shi njerëzve që të rrethojnë para se të ishe ftyrë publike dhe i ke pa njerëz që shpo të shohin, edhe ta shi ftyrë publike, a i kushtan të rëndësi se që shpo të shohin, a i kushtan rëndësi veç misionit. Me sa drejtën jo, si kushtoj fare rëndësi, dhe kjo ka ndryshu natyrisht me kalimin e viteve, me kalimin e kohës, po unë asnjëherë thashë në fillim se kom pa vetë ndryshe prej tjerëve dhe se kom mendu as tjertë që po më shohin. Po kur i kom pas paragjykimet e para prej politikanëve dhe kur kom dëgju fjalë që hajtë bre kjo me nëzi po ecë për veti, po do me na përfatsu neve, aty jom dalë, kom thonë prit se këtu pas ka diçka ma thellë. Do me thonë, këta pas kanë problemin me dukjen time, me ecjen time, nuk e pas kanë problemin me mua si Elvan. Aty ma ndej kom fillu me kuptu ma mirë qasin e tyre edhe mendësin e tyre. Mirë po tash kom ardhë në një pikë që nëse e vrej që dikush po më paragjykon për shkak të ecjes, unë aty ja bëj